nuk e di, zoti kryetar, vërtet se si do ta zgjidhim këtë problemin e mohimit të drejtës për interpelancë që unë si deputet kam. Kam 2 muaj që kam kërkuar interpelancë me ministrin Balluku në fakt, po tani ministri Balluku nuk është më ministre dhe kështu që nuk mund dalë interpelancë. I shpëtoi interpelancës, po përfundoi më keq. Por kam një interpelancë me kryeministrin, zoti kryetar. Tani, unë e kuptoj që ju kërkoni të shmangni llogaridhënien, por nuk i shpëtoni dot. Ka ndryshuar gjithçka, ju nuk e kuptoni. Ju mendonit se kur u arrestua Erion Veliaj, ishte një çështje që kishte bënte me Erion Veliajin. Tani që u more pandehur Balluku, është një çështje që ka të bëjë me Ballukun. Tani po kanë shkuar te Mirlinda Kërçanaj e Akshit. Vërtet vazhdoni mendoni se kemi të bëjmë me çështje të përveçme të disa individëve? Ka ndryshuar. Ky është një ndryshim thelbësor. Nuk kam më, duhet të jepni llogari. Duhet të jepni llogari dhe nuk keni çfarë t'i bëni drejtësisë, nuk keni çfarë t'i bëni Spakut, sepse kanë mbrojtjen e ndërkombëtarëve. Dhe në fakt edhe këto sulmet qesharake që bëni për ditë, Rama çdo ditë kërcënon gjykatën kushtetuese me brot shkulla të llojit. Keni marrë të pandehur, keni pezulluar ministrin Balluku dhe shqiptarët nuk udhtojnë dot në Kanada. Tani kemi dëgjuar ka filluar ministri i drejtësisë me postime që thot ndarja e pushteteve. Kujtohet për një takim që ka bërë me ministrin e drejtësisë italiane të para 2 javë dhe na tregon që dhe ai ishte shqetësuar. Apo jo, ministër, ishte shqetësuar ministri italian për ndarjen e pushteteve në Itali apo për korrupsionin, zoti ministër? Del Taulan Balla dhe thot, pyesni ChatGPT-n, thot. S'ka ndodhur ndonjëherë. Po unë prap thot Taulan Balla, nuk flas keq për gjykatësit dhe për prokurorët, si janë ban Taulantit, se ka frikë se përfundon si gjithë të tjerët. Tani, nuk e shmangni dot daljen para drejtësisë, e keni të kotë. Ky është një ndryshim historik. Kështu që ndajni mendjen, dilni çdo ditë siç po ndodh, bashkëpunoni me drejtësinë, sepse ju ka ardhur fundi. Atëherë, zoti Shejaj, jeni të sigurt që kërkesat për interpelancë shqyrtohen me shumë seriozitet. Unë nuk kam refuzuar, të lutem. Nuk kam refuzuar asnjë prej 2 interpelancave tuaja. Një interpelancë ishte me zëvendës kryeministrin Balluku, ishte planifikuar, nuk zhvillohet dot për arsye që dihen. Interpelanca e kërkuar me kryeministrin lidhur me ndërtimet pa lej, prishjet e tjera, është planifikuar, po planifikohet për datën 11 dhjetor. Zoti Balla, replik. E dëgjoj shpesh këtë deputetin që për të bërë interesant për rrjetin e tij social, bërtet dhe kujton se është interesant edhe kur ja fut kot. Ti, kur të përmendish emrin tim, laj gojën, po bëje gargarën me ujë të kripur Vlore. Se po u pendua Lulbasha, do të tregoj se sa para i ke dhënë për të marrë mandatin 2017. Kaqti. Dakord? Kujdes se mos të bën të penduarin Luli. Faleminderit. Zoti Lamllari, ministri i drejtësisë, replik. Faleminderit, kryetar. Të dashur qytetarë, të nderuar prokurorë dhe gjyqtarë në shërbim të Republikës, viti i ardhshëm shënon një moment rëndësishëm në historinë e shtetit shqiptar. Plot 10 vite nga miratimi i reformës në drejtësi, një nismë kombëtare e cila e dha jetë
institucioneve të reja të drejtësisë. Përveç se një nevojë ulëritëse, kombëtare dhe për më shumë drejtësi, reforma me gjithë kundërshtit, përpjekjet për ta bllokuar dhe efektet e pritshme ka padyshim një rol të veçantë në të ardhmen e afërt të një vendi dhe populli evropian, i cili sot më shumë se kurrë sheh se Shqipëria si gjithë Europa nuk është më një thirrje utopike pas kolapsit të një regjimi shtypës dhe dëshpërimi që pasoi nga një tranzicion sfilitës dhe zhgënjyes. Pa dyshim, qenia vend kandidat sot me gjithë grup kapitujt e negociatave të hapura me Bashkimin Evropian është fal dhe përparimit të shënuar nga zbatimi i reformës në drejtësi. E teksa Komisioni Evropian raporton vit pas viti mbi arritjet, sfidat dhe rekomandimet për sistemin gjyqësor, si Ministri i Drejtësisë, edhe për arsye se më përmend emri, kanë përgjegjësinë e dyfisht politike të qenit njëkohësisht i matur, po aq sa dhe i zëshëm. Spari para qytetarëve të vendit tim, pa dallim bindje apo përkatësia partjake. Së dyti ndaj institucioneve të drejtësisë në funksion të detyrës time ligjore për mbështetjen dhe koordinimin me ta, në respektim të parimit demokratik, të ndarjes dhe kontrollit pushteteve. Me qëllimin një dhe të vetëm për të kontribuar për më shumë drejtësi dhe një sistem të fortë dhe të qëndrueshëm, në përvjetorin e 10 të zbatimit të reformës në drejtësi, koha dhe pozicioni më diktojnë nevojën e një reflektimi të gjerë, gjithëpërfshirës dhe objektiv, Ta përfundoj fjalën. Pa tjetër. Dhe për ta përmbyllur zoti kryetar, doja thoja të nderuar deputet, ishte Partia Socialiste ajo që ideoi dhe mbështeti vënien e jetë të reformës në drejtësi. Qytetarët e dinë shumë mirë se kush e kundërshtoi me çdo mjet dhe mënyrë. Është Partia Socialiste dhe kjo qeveri që është e vendosur të mbështesë me çdo kusht konsolidimin e saj. Shqiptarët e dinë shumë mirë se kush kërkon asgjësimin e spakut. Çdo ditë ne punojmë për forcimin e standardeve dhe institucioneve të drejtësisë, sipas praktikave më të mira evropiane, duke përfshirë rishikimin e kodit penal dhe rishikimin e kodit të procedurës penale. Shqiptarët e shohin çdo javë se si të hënave shënjëstrohen me emër dhe mbiemër prokuroret e SPAK dhe ngryset java me euforinë e mirë kur subjektët e hetimit janë kundërshtarët politikë. Ne flasim për standarde, ju flisni për kallëzime dhe të pandehur, edhe pse ata e keni në ballin tuaj. Ju mund të sillni sikur parime themelore kushtetuese nuk ekzistojnë, por ju e dini mjaft mirë për 4 legjislatura tashmë se rotacioni politik vendoset me verdiktin popullor në kutitë e votimit dhe jo me vendime gjykatash. Shumë faleminderit. Fjalën ka kërkuar zonja Josefina Topalli për procedurë. Zoti kryetar, në kushte normale